i deleguari i Partisë Demokratike, zoti Tasim Mema. Për të gjithë ju që keni dhënë një kontribut të vazhdueshëm në këto 3 vite, për të gjithë ju që duhet të shprehem, për të gjithë ju duhet të shprehem në procesi verifikimit dhe në Tasime, do të më mirë të ta letër, do të më mirë. Kërkoja nga ju të gjithë që të në mbështesni në këtë proces, të mbështesni në 20 shkurt për të protestuar fuqishëm. Si shpresojmë dhe këta 3 që do jenë një forcë i bashkohen të bashkëngjitës së forcës Partisë Demokratike. Faleminderit. Dhe tani para jush doja kam derin që të flisë zoti Lulzim Bashi, kryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë. Po pse minon ishe më mirë me letër. Po pse hoqe letrën minon. Me letër boshi 2-3 gabime, pa letër e humbe si Xhaferri si miten. Ore unë vdes. O zot, më bëj të jem gjallë deri ditën ku ky do parashtroj programin e Partisë Demokratike. Ore do lë spektaklin e Chris Rock, papa, dhe do shoh këtë tipin. E vazhdoni vazhdetatën. Është kryetari i Partisë Demokratike, partisë të opozitë që në datë 20 shkurt, sipas tash se mora vesh. Do të shkojmë kavaj me apo do vina ta në Tiranë? Prapë mora veshën. Po punojnë ekspertë ata Gonçano gjitha përkthejnë. Po fal, i kishte pak benzina ujë këtij. Motorim kur i ka benzina ujë bën problem ka kjo. Megjithatë, pra ky ishte vetëm momenti i parë. Pasi dëgjuam këtë fjali emocionuese, nxjesëse, rrise brenda saj. E dy shta Lulzim Basha, kryetari i Partisë Demokratike në rast. Se e kalon Bashki Tiranës, po kryetari i Partisë Demokratike, dëgjohet se shta. Dëgjohet. Përshim të mirëfill të brezit të ri, për të antarësuar në partinë më të madhe të opozitës sot, në partinë e pakonkurrueshme, e ndjejmë kudo ardhin e rinisë. Po vjen për të rritja e madhe, dhe shembulli ynë, kryesisht shembulli ynë, që po kthen rinin me mendje dhe me zemër nga Partia Demokratike. Të mbështesni në 20 shkurt për të protestuar fuqishëm, si shpresojmë dhe